Një burr I thjesht e nis ditën si çdo ditë tjetër, duke mbajtur mbi supe peshën e faturave dhe të përgjegjësisë. Gjatë rrugës, ai ndesh dikë të rrëzuar, të plagosur dhe të shpërfillur nga të gjithë. Në luftë me kohën dhe me frikën e tij, ai vendos të ndalojë dhe ta ndihmojë. Kjo zgjedhje ndryshon gjithçka dhe I vë përpara një çmimi që ai kurrë nuk e kishte imagjinuar se do ta paguante. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Mëngjesi zbardhi I përhimet mbi Tiranë, I ngarkuar me re të rënda që dukeshin sikur do të shpërthenin në çdo çast. Artani u zgjua para se të binte zilja e alarmit, siç bënte gjithmonë. Syt ju hapën në errësirën e dhomës së vogël e të ngushtë dhe për disa sekonda ai thjesht mori frym, duke përgatitur trupin dhe mendjen për një tjetër ditë lufte. Pranë tij, në krevatin tek të mbështetur pas murit përballë, flinte Sofia, vajza e tij 8 vjeçare, e mbështjell me batanien e hollë dhe me fytyrën e qetë të dikujt që ende ëndërron gjëra të bukura. Ai u ngrit ngadalë, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë. Dyshemeja e ftohtë prej cimentoje të lëmuar I preku këmbët e zbathura dhe ai u drodh. Nëntori po I linte vendin dhjetorit dhe ai I ftohti I lagësht I Tiranës futej nëpër të çarat e dritares së izoluar keq. Artani shkoi në banjën e vockël, lau fytyrën me ujë të ftohtë dhe pa veten në pasqyrën e njollosur. 42 vjeç, flokët që kishin nisur të thinjeshin të tëmthat, rrath të zinj poshtë syve nga gjumi I pakt dhe shqetësimet e shumta. Por syt ende I shkëlqenin. Ende kishte forcë. Ende kishte shpresë. Në kuzhinë përgatiti kafen e thjesht, 2 feta bukë me margarinë dhe ndau ushqimin e Sofisë për në shkollë. Gjithçka e matur, gjithçka e numëruar. Rroga si punëtor prodhimi në një fabrikë ambalazhesh nuk lejonte shpërdorime. Por nuk lejonte as mungesa. Artani e dinte këtë më mirë se kushto. Kishte marrë tashmë 2 vërejtje muajt e fundit. Njëherë sepse ishte vonuar kur Sofia ishte sëmurur dhe ju desh ta çonte në qendrën shëndetësore. Herën tjetër sepse ju desh të ikte më herët për ta marrë vajzën nga shkolla në një ditë me shi të rrëmbyer, kur rrugët u përmbytën dhe autobusët ndaluan së qarkulluari. Përgjegjësi thoshte gjithmonë të njëjtën gjë. Problemet personale nuk mund të ndikojnë në punë. Kompania ka nevojë për përkushtim. Ka shumë njerëz që e duan këtë vend pune. Artani I gëlltiste fjalët, ulte kokën dhe kthehej te linja e prodhimit. Sepse e dinte që ishte e vërtetë. Kishte radhë të papunësh të dera. Dhe ai nuk e kishte luksin të ishte në atë radhë. Jo me Sofin që varej prej tij. Jo me qiran e prapambetur. Jo me fundvitin që po afrohej dhe vajzën që ëndërronte për një krishtlindje ndryshe. Sofia u zgjua kur ai u kthye në dhomë për të marrë uniformën. Ajo u përgjum, fërkoi syt dhe I buzëqeshi të atit. Ajo buzëqeshje që bënte që gjithçka të ia vlente. Ajo buzëqeshje që fshinte lodhjen, dhimbjen e shpinës, poshtërimin e të qenit I trajtuar si një pjesë e zëvendësueshme. Mirëmëngjes, babi, tha ajo me zërin ende të ngjirur nga gjumi. Mirëmëngjes, princesha ime. Eja pi kafen se sot duhet të dal pak më herët. Sofia doli nga krevati, veshi shapkat e gomës dhe shkoi në kuzhinë. Artani vuri re se sa ishte rritur muajt e fundit. Si po bëhej një zonjush e vogël. Si kuptonte gjëra që një fëmijë nuk duhej të kishte nevojë t'i kuptonte. Ajo e dinte kur parat ishin pak. E dinte kur I ati ishte I shqetësuar. E dinte kur ishte koha të mos kërkonte asgjë, të mos ankoj, të ishte e fortë bashkë me të. Pin kafen në një heshtje komode. Sofia I tregoi për provimin e matematikës që do të kishte atë ditë, për mësuesen që I kishte lavdëruar vizatimin, për shoqen e shkollës që do të festonte ditëlindjen. Artani e dëgjonte me vëmendje, I bënte pyetje, buzëqeshte, merrte pjesë. Këto minuta ishin të shenjta. Ishte koha e tyre. Koha kur bota jashtë nuk kishte rëndësi. Pas kafes, Sofia u bë gati për shkollë dhe Artani për punë. Dolën bashkë nga shtëpia e thjeshtë me 2 dhoma që kishin me qira në lagjen e kombinatit. Rruga ishte me kaldrëm të çrregullt, me shtëpi të ngjitura me njëra tjetrën, mure të ulta, porta hekuri. Disa kishin vënë tashmë zbukurime krishtlindjesh në dritare. Drita që vezullonin, babagjysh plastik, kurora shumë ngjyrëshe. Sofia I shikonte të gjitha e magjepsur. Babi, do ta zbukurojmë shtëpinë tonë këtë vit? Pyeti ajo ndërsa ecnin drejt stacionit të autobusit.
Artani ndjeu një shtrëngim në gjoks. Do ta bëjmë, bia ime. Do të bëjmë ca zbukurime shumë të bukura në mënyrën tonë. Ajo buzëqeshi dhe ja shtrëngoi dorën më fort. Nuk i duhej asgjë më shumë. Nuk i duhej që ai t'i premtonte gjëra të pamundura. I duhej vetëm të dinte se do të ishim bashkë. Në stacionin e autobusit, Artani e la Sofin nën kujdesin e Teto Luljes, një zonjë e moshuar që priste gjithashtu për të çuar nipërit në shkollë. Ajo qëndronte gjithmonë me vajzën derisa të vinte autobusi i shkollës. Ishin këto marrëveshje të vogla lagjeje, këto rrjete mbështetjeje të heshtura, që e bënin jetën të mundur në atë cep të Tiranës ku të gjithë luftonin për të mbijetuar. Artani hipi në autobusin e mbushur plot që do ta çonte në zonën industriale në autostradë. 1 orë e gjysmë rrugë. Ai qëndronte në këmbë, i shtrydhur mes punëtorësh të tjerë, të gjithë me të njëjtën shprehje të lodhur, të gjithë të humbur në mendimet e tyre. Ai e shfrytëzonte atë kohë për të planifikuar ditën, për të bërë llogari në mendje, për të imagjinuar mënyra për të përmirësuar jetën e Sofisë. Një kurs profesional. Një vend pune më i mirë. Një vend për të jetuar më afër punës. Ëndra të vogla që dukeshin të mëdha përballë realitetit. Shiu filloi kur ai ishte pothuajse duke arritur. Fillimisht ishin pika të trasha e të rralla. Pastaj u kthye në stuhi. Autobusi ecte ngadalë nëpër unazën e madhe, me fshirëset e xhamit që luftonin kundër ujit që binte pa mëshirë. Artani pa orën. Ende kishte kohë. Nëse nuk do të kishte trafik. Nëse nuk do të ndodhte asgjë. Atëherë e pa. Një makinë e kthyer tërthorazi në rrugë. Dritat ndezur. Dera hapur. Dhe një person i rrëzuar në asfalt disa metra larg makinës. Një grua. Me uniformë. E palvizshme. Shiu binte mbi të dhe askush nuk ndalonte. Makinat i shmangeshin. Njerëzit shikonin dhe vazhdonin rrugën. Edhe autobusi filloi të anashkalonte aksidentin. Artani ndjeu diçka t'i përvëlohej për brenda. Një zë që i bërtiste të bënte diçka. Ai pa sërish orën. Pa gruan e rrëzuar. Pa rrugën e lirë përpara. Dhe atëherë, pa u menduar shumë, shtypi butonin e ndalimit dhe zbriti nga autobusi në stacionin tjetër. Shiu e bëri qull për pak sekonda. Ai vrapoi prapa nëpër trotuar deri te vendi i aksidentit. Nga afër, pa se gruaja ishte e plagosur. Gjak i përzier me ujin e shiut. Uniforma tregonte se ishte police. Artani u ul në gjunjë pranë saj, u përpoq ta zgjonte. Ajo rënkoi, e hutuar, e çorientuar. Qetësohu, do të ndihmoj. Qëndro me mua. Do të thëras ndihmën tani. Ai mori celularin e vjetër me duart që i dridheshin dhe i ra urgjencës. Shpjegoi situatën, dha vendodhjen, kërkoi të vinin shpejt. Ndërkohë, përpiqej ta mbante gruan zgjuar, duke folur me të, duke e pyetur për emrin, duke i thënë se gjithçka do të shkonte mirë. Disa shofer ndaluan. Dikush solli një batanie. Një tjetër ofroi ujë. Solidariteti që kishte munguar në minutat e para filloi të shfaqej tani që dikush kishte hedhur hapin e parë. Ambulanca mbërriti pas 20 minutash që ju dukën si 20 orë. Personeli i ambulancës mori në dorë situatën. I bën pyetje Artanit. Ai tregoi çfarë pa, çfarë bëri. Ata e falenderuan, i thanë se kishte bërë gjën e duhur, se ndoshta i kishte shpëtuar jetën asaj gruaje. Artani vetëm tundi kokën, ende duke u dridhur. Jo nga i ftohti. Nga adrenalina. Nga frika. Nga diçka që nuk dinte ta emërtonte. Kur ambulanca u nis, ai pa sërish orën. Më shumë se 1 orë vonesë. Zemra i rahu fort për një arsye tjetër tani. Ishte i bërë qull, i pisët, me njolla gjaku në këmish. Dhe i vonuar. Shumë i vonuar. Mori një autobus tjetër, këtë herë ulur sepse lëvizja kishte rënë. Qëndroi aty i lagur, duke u dridhur, duke u përpjekur të mendonte se çfarë do t'i thoshte shefit. Arriti në fabrikë pothuajse 2 orë pas orarit. Kaloi nëpër turniketin elektronik që regjistroi hyrjen e tij të vonuar. Kaloi nëpër korridoret ku punonjësit e tjerë ishin tashmë në postet e tyre. Kaloi nëpër dhomën e zhveshjes ku u përpoq të thahej me letra peshqiri. Dhe më në fund arriti në zyrën e përgjegjësit.
Burri as nuk i ngriti syt nga letra. 2 orë vones, Artan. 2 orë. E di, zoti Marku. Por mund ta shpjegoj. Ndodhi një aksident. Një grua e rrëzuar në rrugë. Ndalova për ta ndihmuar. Thira ambulancën. Qëndrova me të derisa erdhi ndihma. Shikoni rrobat e mia, shikoni si jam. Betohem që kështu ndodhi. Përgjegjësi më në fund e pa. Fytyra nuk tregonte asnjë ndjeshmëri. Vetëm lodhje. Vetëm mosbesim. Histori, Artan. Gjithmonë ka një histori. Javën e kaluar ishte vajza e sëmur. Muajin e kaluar ishte përmbytja. Tani është aksidenti. Mendon se kam lindur dje? Artani ndjeu një ny në fy. Por është e vërtetë. Mund ta vërtetoj. Policia e ka emrin tim. Ambulanca ka regjistrimin. Ndihmova një police. Ishte e rrëzuar. Nuk mund ta lija aty. Dëgjo, Artan. Nuk e di nëse është e vërtet apo jo. Dhe sinqerisht nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se kompania nuk mund të mbështetet më të ty ke 2 vërejtje. Kjo është mungesa e tretë e rëndë. Rregullat janë të qarta. Je i pushuar nga puna. Toka i iku nga këmbët Artanit. I pushuar. I pa punë. Pa rrogë. Pa mbështetje. Pa si të paguante qiran. Pa si të blinte ushqim. Pa si ta shikonte Sofin në sy dhe t'i thoshte se gjithçka ishte në rregull. Zoti Marku, ju lutem. Më duhet kjo punë. Kam një vajzë të vogël. Jam prind i vetëm. Nuk mund të rri pa punuar. Më jepni një shans tjetër. Vetëm edhe një. Përgjegjësi pshërtiu. Mori disa letra, ja zgjati Artanit. Tashmë është vendosur. Nënshkruaj këtu. Merr gjërat e tua. Dhe ik. Artani mori stilolapsin. Dora i dridhej aq shumë sa që nënshkrimi i doli i shtrembër. Ai nënshkroi dënimin e tij. Ruajti letrat. U kthye në dhomën e zhveshjes. Mori gjërat e tij të pakta. I futi të gjitha në një qese plastike. Dhe doli nga fabrika pa kthyer kokën pas. Sepse po ta kthente do të shpërthente në lot aty për aty. Shiu kishte pushuar. Dielli përpiqej të dilte mes rreve. Artani eci deri te stacioni i autobusit si një robot. Hipi në autobus. U ul te dritarja. Dhe vetëm atëherë i la lotët të rridhnin. Të heshtur. Të ngrohtë. Të hidhur. Kishte bërë gjën e duhur. Kishte ndihmuar dik. Kishte shpëtuar një jetë. Dhe po ndëshkohej për këtë. Si t'ja shpjegoje këtë një fëmijë 8 vjeçar? Si ta bëje të kuptonte se bota nuk funksionon siç duhet? Si ta mbaje ndezur flakën e shpresës kur gjithçka komplotonte për ta shuar? Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për këtë histori dhe si mendoni se do të përfundoj. Artani zbriti nga autobusi 3 stacione para se zakonisht. Nuk donte të shkonte ende në shtëpi. Nuk donte të përballej me realitetin që e priste. Eci pa nxitim nëpër rrugët e lagjes me qesen e sendeve që i lëkundej pranë trupit. Njerëzit kalonin me nxitim pranë tij, secili duke mbajtur barrën e vet të padukshme. Ai ishte vetëm një më shumë. Një më shumë që u zgjua me shpresë dhe u kthye në shtëpi i mundur. Ndaloi para një furre buke. Era e bukës së freskët i bëri stomakun të këndonte. As nuk kishte ngrënë drek. As nuk kishte pirë kafe siç duhet. Kontrolloi portofolin. Kishte disa kartë monedha të zhubravitura dhe monedha. Paratë që duhej të zgjasnin deri në rrogën tjetër. Që tani nuk do të vinte. Bleu një tos dhe një kafe të vogël. U ul në një stol plastik në trotuar dhe hëngri ngadalë, duke u përpjekur ta zgjaste. Duke u përpjekur të shtynte momentin kur do të shkonte në shtëpi dhe do t'i tregonte Sofis se çfarë kishte ndodhur. Një burr u ul pranë tij. Ishte Xhabeni, pronari i një dyqani ushqimor aty afër. Një zotëri me flokë të bardha, bark të madh dhe vështrim të dashur. Ai e njihte Artanin që kur ai dhe Sofia ishin transferuar në lagje 3 vjet më parë, menjëherë pasi nëna e vajzës ishte larguar dhe nuk ishte kthyer më kurrë.
Hej, Artan. Gjithçka në rregull? Artani i dha një buzëqeshje të dobët. Pak a shumë, Xhabeni. Pak a shumë. Burri pa qesen pran Artanit. Uniformën e ndotur dhe të zhubravitur. Shprehjen e dëshpëruar në fytyrë. E humbe punën? Artani tundi kokën, i path të fliste. Xhabeni pshertiu. Djal, e di si është. E kam kaluar këtë më shumë herë se sa dua të kujtoj. Por ti je ende i ri. Je punëtor. Do të gjesh diçka tjetër. Shpresoj, Xhabeni. Shpresoj. Sepse nuk di më çfarë të bëj. Kam një vajzë për të rritur. Qiran për të paguar. Dhe tani, asgjë. Absolutisht asgjë. Plaku i vuri dorën në shpatull Artanit. Dëgjo, e di që nuk është shumë, por nëse ke nevojë për diçka nga dyqani, mund ta marrësh me lisë. I rregullojmë më vonë kur të ngrihesh në këmbë. Dhe do të ngrihesh. Artan. Njeriu punëtor gjithmonë ia del mban. Artani ndjeu sytë t'i digjnin sërish. Faleminderit, Xhabeni. Nga zemra. Ju nuk e dini sa shumë do të thotë kjo. Ata qëndruan aty edhe disa minuta në heshtje. Ndonjëherë nuk ka nevojë për fjalë. Ndonjëherë mjafton prania. Shoqëria. Siguria se nuk je plotësisht vetëm në botë. Kur mbaroi kafen, Artani u përshëndet dhe u nis për në shtëpi. Nuk mund ta shtynte më. Sofia erdhi nga shkolla pak pas tij. Hyri nga dera me çantën në shpinë dhe buzëqeshjen në fytyrë. Babi. U ktheve? Sa mirë. Mora 10 në provimin e matematikës. Mësuesja tha se isha më e mira e klasës. Artani hapi krahët dhe ajo vrapoi për ta përqafuar. Sa krenar, bia ime. Gjithmonë e kam ditur që je shumë e zgjuar. Ata u ndanë dhe Sofia e pa më mirë të atin. Buzëqeshja e saj u zbe. Babi, pse e ke këtë fytyrë? Ka ndodhur diçka? Artani mori frym thellë. Eja këtu, të flasim. Ulu këtu me mua. Ata u ulën në divanin e vjetër që e kishin marrë si dhuratë. Sofia qëndroi në heshtje duke pritur. Artani ja mbajti dorën e vogël mes duarve të tij. Bia ime, duhet të tregoj diçka. Sot në mëngjes, kur po shkoja në punë, pash një grua që kishte bërë aksident. Ishte e rrëzuar në shi, e lënduar, kishte nevojë për ndihmë. Unë ndalova. Thira ambulancën. Qëndrova me të derisa erdhi ndihma. Sofia tundi kokën. Bëre mirë, babi. Mësuesja gjithmonë na thotë se duhet t'i ndihmojmë ata që kanë nevojë. E di, bia ime. Edhe unë mendoj se bëra mirë. Por për shkak të kësaj u vonova shumë në punë. Dhe shefi nuk e besoi historinë time. Më pushoi nga puna. Sytë e Sofis u zgurdulluan. Të pushuan? Por ti nuk bëre asgjë të keqe. Ti ndihmove një njeri. E di. Por bota jo gjithmonë funksionon siç duhet. Ndonjëherë bëjmë gjën e duhur dhe prapse prap vuajmë pasojat. Sofia qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj pyeti me një pjekuri të frikshme për një fëmijë 8 vjeçar. Do të mbetemi pa para? Artani nuk donte të gënjente. Për një farë kohe, po. Derisa të gjej një punë tjetër. Do të jetë e vështirë. Por do t'ja dalim. Ne gjithmonë ja dalim, apo jo? Ajo tundi kokën ngadalë. Atëherë nuk do të ketë Krishtlindje këtë vit? Zemra e Artanit u thye në 1000 copa. Do të ketë, princesha ime. Mund të mos jetë ashtu siç e kemi ndëruar, por do të ketë. Sepse Krishtlindjet nuk janë për dhurata të shtrenjta. Janë për të qenë bashkë. Janë për dashurinë. Dhe dashurinë e kemi me bollëk, apo jo? Sofia e përqafoi të atin me forcë. Po, babi. Kemi shumë dashuri. Ata qëndruan kështu të përqafuar për një kohë që u duke përjetshme dhe në të njëjtën kohë shumë e shkurtër. Kur u ndan, Sofia shkoi në dhomë dhe u kthye me një letër. Ishte një nga vizatimet që kishte bërë në shkollë. Tregonte 2 njerëz të kapur për dore, një diell të verdhë të ndritshëm dhe fjalinë e shkruar me shkronja të shtrembra. Gjërat e mira rriten kur bëjmë mirë. Shiko, babi.
Mësuesja na tha të shkruanim një fjali të bukur. Unë shkrova këtë. Dhe unë besoj në të. Ti bëre mirë. Kështu që gjëra të mira do të rriten për ne. Do ta shohësh. Artani pa atë vizatim të thjesht, atë besim të patundur fëmijëror dhe ndjeu diçka të lëvizte brenda tij. Një shkëndi. E vogël, por e gjallë. Ndoshta Sofia kishte të drejtë. Ndoshta gjërat e mira vërtet rriteshin. Ai vetëm duhej të kishte besim. Dhe të vazhdonte të bënte gjën e duhur edhe kur gjithçka dukej e humbur. Ditët në vijim ishin të vështira. Artani dilte çdo ditë duke kërkuar punë. Linte savë në dyqane, markete, oficina. Ofronte shërbimet e tij si ndihmës murator, bojaxhi, elektricist. Çdo gjë. Por dhjetori ishte kohë e keqe. Kompanit I kishin tashmë ekipet e tyre të plota për fundvit. Askush nuk po punësonte. Shumë as nuk ja merrnin cvën. Thjesht thoshin, lëre për në janar. Ndoshta pas vitit të ri. Paratë që kishte kursyer po mbaronin shpejt. Fillimisht ishte fatura e dritave. Pastaj pazari. Pastaj bombola e gazit. Ai hiqte nga vaktet e tij për të siguruar që Sofia të hante mirë. Shpikte justifikime. Thoshte se kishte ngrënë drek jashtë. Se nuk ishte I uritur. Se po mbante dietë. Vajza e kuptonte. Sigurisht që e kuptonte. Por nuk thoshte asgjë. Vetëm dante gjysmën e pjatës së saj me të kur mendonte se ai nuk po e shikonte. Xhabeni e mbajti fjalën dhe e la të merrte me listë në dyqan. Por Artanit I vinte turp. Merrte vetëm gjëra thelbësore. Oriz, fasule, makaron. Asgjë luksi. Asgjë të tepërt. Dhe me çdo shkuarje në dyqan, borxhi rritej. Dhe bashkë me të, ndjesia se po fundosej. Ishte në javën e dytë të dhjetorit kur u shfaq zonja Meli. Ajo ishte pronare e një lokali të vogël pranë shkollës së Sofisë dhe e një parukerie në rrugën kryesore. Një grua rreth të 50-tave, e rregulluar mirë, e lyer, me thonjë perfekt dhe flokë gjithmonë të krejur. E ve prej shumë vitesh, pa fëmijë, ajo njihej në lagje si dikush me ndikim. Dikush që kishte para. Dikush që mund të ndihmonte. Por edhe si dikush që e kërkonte shtrenjtë këtë ndihmë, edhe pse jo në para. Ajo trokiti në derën e Artanit një pasdite të mërkure. Ai e hapi I habitur. Zonja Meli nuk kishte qenë kurrë në shtëpinë e tij më parë. Ajo buzëqeshi, një buzëqeshje e llogaritur dhe hyri pa pritur ftesë. Artan, I dashur. Dëgjova se po kalon vështirësi. Lagja është e vogël. Lajmet marrin vend. Erdha këtu për të bërë një propozim. Artani mbylli derën dhe e ftoi të ulej. Çfarë lloj propozimi? Më duhet dikush të punoj në lokal. Shërbim, pastrim, kas. Nga pak nga të gjitha. Nuk është ende një punë fikse. Do të ishte e përkohshme për momentin. Por janë para që hyjnë. Dhe ti qartësisht ke nevojë. Artani ndjeu një lehtësim të pamas. Një punë. Më në fund një punë. Pranoj, zonja Meli. Pranoj. Kur mund të filloj? Ajo buzëqeshi sërish. Që nesër. Por ka disa kushte. Rroga nuk është shumë. Dhe unë pres për kushtim total. Asnjë mungesë. Asnjë vonesë. Asnjë problem. E kupton, apo jo? E kuptoj plotësisht. Mund të keni besim tek unë. Shkëlqyeshëm. Atëherë u morëm vesh. Nesër në 6 të mëngjesit në lokal. Mos u vono. Pasi ajo iku, Artani ndjeu një përzierje lehtësimi dhe sikleti. Lehtësim sepse më në fund do të kishte një rrogë. Siklet sepse kishte diçka në mënyrën e zonjës Meli që e linte të shqetësuar. Por nuk e kishte luksin të ishte kërkues. Duhej të punonte. Duhej të mbante Sofin. Pjesa tjetër ishin detaje. Të nesërmen, ai filloi në lokal. Puna ishte e rëndë. Shkonte në 6 të mëngjesit dhe dilte në 5 të pasdites. U shërbente klientëve, pastronte tavolinat. Lante enët, punonte në kas, bënte dërgesa. Të gjitha për një rrogë që ishte gjysma e asaj që merrte në fabrikë.
Por ishte diçka. Ishte më mirë se asgjë. Zonja Meli ishte gjithmonë aty pranë. Duke vëzhguar. Duke korrigjuar. Duke kërkuar. Ajo nuk ishte e keqe. Por ishte kontrolluese. Donte gjithçka sipas mënyrës së saj. Dhe e bënte të qartë në mënyrë delikate por të prerë se Artani i detyrohej asaj. Se ajo e kishte shpëtuar. Se patë, ai do të ishte në rrugë. Artani gëlltitej. Buzëqeshte. Falenderonte. Punonte fort. Dhe natën, kur kthehej në shtëpi i raskapitur, përqafonte Sofin dhe përpiqej të harronte sikletin që rritej brenda tij. Ishte në një nga këto pasdite, kur po pastronte tavolinat tashmë në fund të turnit, që një grua hyri në lokal. Ishte e gjatë, me trup atletik, flokët e lidhur bisht. Kishte veshur rroba të zakonshme, por kishte një qëndrim që tregonte trajnim ushtarak. Artani e njohu menjëherë. Ishte gruaja e aksidentit. Policia që ai kishte ndihmuar. Ajo pa përreth, pa Artanin dhe syt i ndriçuan. Eci drejt tij me hapa të vendosur. Ti e burri që më ndihmove. Artani mbeti pa fjalë. Ajo e mbante mend. Mbante mend gjithçka. Unë vetëm bëra atë që çdo njeri i ndershëm do të bënte. Jo. Ti bëre shumë më tepër se kaq. Ti më shpëtove jetën. Mjekët thanë se po të kisha qëndruar më gjatë aty, pa ndjenja, në atë shi, mund të mos kisha mbijetuar. Ti më shpëtove. Dhe unë duhet të të falenderoj. Ajo i zgjati dorën. Unë quhem Juliana. Juliana Ferrati. Dhe kam javë që të kërkoj. Artani ja shtrëngoi dorën, ende i trullosur. Pse më kërkonit? Sepse dua të falenderoj. Sepse dua të di si je. Dhe sepse kur dhash dëshmin time për aksidentin, të përmenda ty thash emrin tënë. Thash që më kishe ndihmuar. Dhe kur u përpoqa të gjeja, zbulova diçka që më zemëroi shumë, shumë. Artani ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Çfarë zbulove? Që të pushuan nga puna. Për shkakun tim. Sepse u vonove duke më ndihmuar mua. A është e vërtet kjo? Artani uli syt. Po. Juliana shtrëngoi grushtet. Unë do ta rregulloj këtë. Do të shkoj në kompaninë tënde të vjetër. Do të jap dëshminë time. Do të vërtetoj se po thoje të vërtetën. Do t'i bëj të ripunësojnë. Nuk ja vlen. Ata nuk do të më duan përsëri. Dhe nuk e di nëse dua të kthehem në një vend që më trajtoj në atë mënyrë. Atëherë do të ndihmoj në një mënyrë tjetër. Do të gjej një punë më të mirë. Do të përdor kontaktet e mia, ti nuk do të rish të punosh këtu, në këtë lokal, duke fituar një rrogë qesharake për shkak të një vepre të mirë. Artani e pa, i habitur nga vendosmëria në atë zë. Unë as nuk të njoh. Pse do ta bëje këtë për mua? Sepse ti bëre diçka për mua kur nuk më njihje. Sepse ka pak njerëz të mirë në këtë botë. Dhe kur gjejmë një, duhet ta mbrojmë. Duhet ta ndihmojmë. Sepse kështu rriten gjërat e mira. Artani ndjeu një të dridhur. Ishin të njëjtat fjalë të Sofis. Të njëjtat fjalë të vizatimit. Gjërat e mira rriten. Ndoshta kishin të drejtë. Ndoshta, më në fund, diçka e mirë ishte gati të rritej. Juliana nuk ishte nga ato që bënte premtime boshe. Në ditët që pasuan takimin në lokal, ajo u shfaq sërish. Solli me vete letra, kontakte, informacione. Kishte folur me komandantin e njësisë ku punonte. Kishte folur me të njohur në sektorin privat. Kishte lëvizur gur e mal për të përmbushur atë që kishte thënë. Artan, kam lajme të mira. Të gjeta një intervistë. Është në një kompani logjistike. Punë në magazin. Rrogë e mirë, kontratë pune, sigurime. Intervista është të hënën tjetër. Do të shkosh? Artani po pastronte banakun e lokalit kur ajo erdhi. Pa përreth me nervozizëm, me frikë se mos shfaqej zonja Meli dhe i bënte pyetje. Sigurisht që do të shkoj. Por duhet të flas me zonjën Meli. T'ia shpjegoj. Nuk mund të largohem kështu nga puna këtu. Juliana rrudhi vetullat. Ti nuk ke kontratë me të, apo jo? Nuk ke asgjë të nënshkruar.
Është punë e përkohshme. Mund të largohesh kur të duash. E di. Por ajo më ndihmoi kur kisha nevojë. Do të ishte mosmirënjohje nga ana ime të ikja pa e lajmëruar. Juliana Pshertiu. Ti je tepër i mirë për këtë botë, Artan. Tepër i mirë. Por në rregull. Fol me të. Vetëm mos e lejo të manipuloj. Ti nuk i detyrohesh asgjë. Ajo të paguan, ti punon. Nuk është bamirësi. Është shkëmbim i drejtë. Artani tundi kokën, por për brenda fai tashmë e breu. Zonja Meli e kishte ndihmuar. I kishte dhënë punë kur askush tjetër nuk i jepte. Si mund t'ia kthente shpinën? Por në të njëjtën kohë, ajo mundësi që Juliana po i ofronte ishte reale. Ishte më e mirë. Ishte shansi për të rifituar dinjitetin. Për të pasur sërish kontratë pune. Për të planifikuar të ardhmen me Sofin. Atë natë, pasi mbylli lokalin, Artani kërkoi zonjën Meli. Ajo ishte në parukerin ngjitur duke kontrolluar arkën e ditës. Kur ai hyri, ajo ngriti syt dhe buzëqeshi. Ajo buzëqeshje që nuk i arrinte në sy. Artan, i dashur. Gjithçka në rregull? Ke nevojë për diçka? Zonja Meli, duhet të flas me ju. Kam marrë një propozim. Një intervistë pune. Në një kompani me kontratë. Doja të shkoja. Por nuk dua t'ju lë në balë. Buzëqeshja e zonjës Meli ngriu. Një propozim? Çfarë propozimi? Nga kush? Artani hezitoi. Nga një e njohur. Dikush që po më ndihmon. Sytë e zonjës Meli u ngushtuan. Mos është ajo vajza që u shfaq në lokal ditën tjetër? Policia? Artani nuk gënjeu. Po. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Zonja Meli e vendosi stilolapsin mbi tavolinë me një forcë të kontrolluar. Kuptoj. Pra, do të më lësh. Pas gjithçkaje që bëra për ty kur askush tjetër nuk donte të jepte një shans, unë ta dhash. Kur ishe i dëshpëruar, pa drejtim, pa shpresë, unë të zgjata dorën. Dhe tani shfaqet një e panjohur dhe ti thjesht largohesh. Nuk është kështu, zonja Meli. Ju jam shumë mirënjohës për gjithçka që keni bërë. Por më duhet një punë fikse. Më duhet stabilitet. Ju vetë thatë se ishte e përkohshme. E përkohshme me mundësi për t'u bërë e përhershme. Po mendoja të bëja kontratën. Të jepja një rrogë më të mirë. Por shoh se ti nuk e vlerëson këtë. Shoh se je mosmirënjohës. Artani ndjeu zemërimin të rritej brenda ti. Nuk ishte mosmirënjohje. Ishte mbijetesë. Ishte dëshira për më të mirën për vajzën e tij. Por ai i gëlltiti fjalët e ashpra që donin t'i dilnin. Mori frym thellë. Më vjen keq që e shihni kështu. Por unë duhet ta ndjek këtë mundësi. Nëse doni, unë punoj deri në fund të javës. Ju jap kohë të gjeni dikë për të më zëvendësuar. Zonja Meli u ngrit, mori çantën. Dhe eci drejt derës. Nuk ka nevojë. Mund të ikësh që tani. Nuk dua punonjes mosmirënjohës këtu. Dhe harroje atë borxhin në dyqanin e Xhabenit. Doja ta paguaja unë për ty si një bonus. Por tani rregullohu vetë. Ajo doli duke përplasur derën. Artani mbeti aty në këmbë duke ndjerë një përzierje lehtësimi dhe faji. Kishte bërë gjën e duhur? Apo sapo kishte shkatëruar të vetmen ndihmën që kishte në lagje? Por nuk kishte kohë për dyshime. Intervista ishte të hënën. Duhej të përgatitej. Duhej të besonte se Juliana kishte të drejtë. Se gjërat e mira arriten. Të dielën, Juliana u shfaq në shtëpinë e Artanit. Solli rroba për të veshur në intervistë. Një palë pantallona serioze, një këmishë të bardhë, një palë këpucë të thjeshta por të paraqitshme. Të gjitha të blera prej saj. Artani protestoi. Nuk mund t'i pranoj këto. Tashmë të detyrohem shumë. Nuk më detyrohesh asgjë. Unë të detyrohem jetën. Pranoi Artan. Pranoi dhe shkëlqen në atë intervistë. Sofia ishte aty. Ajo e shikonte Julianën me kuriozitet dhe një ndrojtje që nuk ishte e zakonshme për të. Juliana u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e vajzës.
Dhe ti duhet të jesh Sofia. Babai yt flet shumë për ty, thot se je personi më i zgjuar që nje. Sofia buzëqeshi, e turpëruar. Ai gjithmonë e egzageron. Jo, nuk e egzageron. Shiko këtë vizatim këtu që më tregoj. Gjërat e mira rriten kur bëjmë mirë. Ti e shkrove këtë? Sofia tundi kokën. Është diçka që unë besoj. Juliana ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Edhe unë besoj. Dhe e di diçka? Babai yt është prova e gjallë e kësaj. Ai bëri mirë. Dhe tani gjëra të mira po rriten. Do ta shohësh. Ajo kaloi pas ditën me ta. E ndihmoi Artanin të përgatitej për intervistën. I bëri pyetje që me siguri do t'i bëheshin. I dha këshilla. I mësoi teknika frymëmarrjeje për të kontrolluar nervozizmin. Dhe kur iku, la mbi tavolinën e kuzhinës një zarf. Brenda tij kishte para. Jo shumë. Por mjaftueshëm për të blerë ushqim për pjesën tjetër të muajit. Për të paguar një pjesë të borxhit në dyqan. Për të lehtësuar shtrëngimin në gjoks që Artani ndjente çdo natë para se të flinte. Intervista ishte të hënën në mëngjes. Artani u zgjua herët, u rregullua me kujdes, pa veten në pasqyrë dhe nuk e njohu burrin që shite aty. Ishte ndryshe. Më dinjitos. Më shpresë plodh. E puthi Sofin në ball, i premtoi se do të kthehej me lajme të mira dhe doli. Kompania ishte në Kamës. Ai mori 2 autobus për të arritur atje. Intervista zgjati 1 orë. I bën pyetje për përvojën, për disponueshmërinë, për objektivat. Artani ju përgjigj të gjithave me sinqeritet. Foli për vajzën. Foli për vështirësitë. Foli për aksidentin që kishte ndryshuar gjithçka. Dhe për habin e tij, intervistuesit nuk e gjykuan. Përkundrazi. Njëri prej tyre tha se admironte guximin e tij. Se bota kishte nevojë për më shumë njerëz si ai. Në fund i thanë se do t'i telefononin deri në fund të javës. Artani doli nga aty pa e ditur nëse e kishte marrë punën apo jo. Por doli me ndjesinë se ishte dëgjuar. Se historia e tij kishte rëndësi. Se ai nuk ishte thjesht një numër. Ishte një person. Me dinjitet. Me vlerë. Kur u kthye në shtëpi, Sofia e priste me padurim. E pra, babi? Si shkoj? Shkoj mirë, bia ime. Tani duhet të presim. Ditët në vijim u zvarritën. Artani filloi sërish të kërkonte punë të përkohshme për të mos ndenjur kohë. Bëri disa punë të vogla. Ndihmoi në zhvendosjen e një familjeje. Lyu një mur, transportoi arka në një treg. Çdo gjë për të pasur disa para ndërsa priste përgjigjen nga kompania. Juliana vazhdoi të shfaqej. Sillte biseda, sillte shpresë, sillte prani. Ajo dhe Sofia po krijonin një lidhje. Vajza, që gjithmonë kishte qenë ndrojtur me të huajt, hapej me Julianën. I tregonte histori nga shkolla. I tregonte vizatime. I kërkonte këshilla. Dhe Juliana, që kur nuk kishte pasur fëmijë, që gjithmonë e kishte vënë karrierën në vend të parë, zbulonte brenda vetes një butësi që nuk e dinte se ekzistonte. Artani vëzhgonte gjithçka me një përzierje mirënjohjeje dhe frike. Mirënjohje sepse Sofia kishte nevojë për figura femërore në jetën e saj. Frikë sepse nuk donte që vajza të lidhej dhe pastaj Juliana thjesht të zhdukej kur të përmbushte misionin e saj për t'i ndihmuar. Por Juliana nuk dukej se nxitonte të ikte. Përkundrazi. Me çdo vizitë qëndronte pak më gjatë. Me çdo bisedë afrohej pak më shumë. Dhe Artani, që ishte betuar vetes se kur më nuk do të lejonte dikë të hynte në zemrën e tij pasi nëna e Sofisë e braktisi, ndjente muret që kishte ndërtuar të fillonin të çaheshin. Ishte në një nga këto vizita, një pasdite të shtunë, që Juliana sugjeroi të bënin zbukurime krishtlindjesh. Sofia kishte përmendur se nuk do të kishin pemë atë vit. Juliana e dëgjoi këtë dhe të nesërmen u shfaq me letra me ngjyra, ngjitës, gërshër, xixa. Do të bëjmë zbukurimet tona. Më të bukurat nga të gjitha. Të bëra me dashuri. Ata kaluan gjithë pasditën duke prerë, ngjitur, vizatuar, duke qeshur. Shtëpia, që gjithmonë kishte qenë tepër e heshtur, u mbush me jetë. Sofia ishte rrezatuese. Artani e gjeti veten duke buzëqeshur më shumë se sa kishte buzëqeshur në muaj.
dhe Juliana zbuloi se kur nuk ishte ndjer aq në paqe sa në atë moment, ulur në dyshemen e asaj shtëpie të thjesht, me xixa në flok dhe një fëmijë që e thërriste për t'i treguar një tjetër zbukurim të përfunduar. Kur zbukurimet u bën gati, ata I varën nëpër shtëpi. Në dritare, në dyer, në mure. Nuk kishte ende pemë, por kishte ngjyra. Kishte gëzim. Kishte Krishtlindje. Sofia shikonte gjithçka e mahnitur. Sa bukur. Janë Krishtlindjet më të bukura që kemi pasur ndonjëherë. Artani përqafoi vajzën dhe Juliana I u bashkua përqafimit pa kërkuar leje. Dhe aty, në atë moment të thjesht, ndodhi diçka magjike. Ata u bën një familje. Jo nga gjaku. Jo nga letra. Por nga zgjedhja. Nga prania. Nga dashuria që po rritej mes tyre, e butë dhe e vazhdueshme si një bim që më në fund gjeti tokë të mirë. Të mërkurën, ra telefoni. Artani u përgjigj me zemrën që I rrite fort. Ishte nga kompania. Donin që ai të fillonte të hënën tjetër. Puna ishte e tija. Kontrat pune. Rrogë e drejtë. Sigurime. Gjithçka që kishte ëndërruar. Artani e mbylli telefonin dhe qëndroi në këmbë për një moment, pa mundur ta përpunonte. Pastaj ra në gjunjë dhe qau. Qau nga lehtësimi. Qau nga mirënjohja. Qau sepse më në fund, diçka po shkonte mirë. Sofia erdhi me vrap nga dhoma. Babi. Pse po qan? Çfarë ndodhi? Artani e mori vajzën në krah, u rrotullua me të. E mora, princesha. Ime. E mora punën. Do të jemi mirë. Do t'ja dalim. Sofia e përqafoi të atin me forcë. E dija. Gjithmonë e kam ditur. Gjërat e mira rriten, e mban mend? E mbaj mend. Dhe ti kishe të drejtë. Ti gjithmonë ke pasur të drejtë. I telefonuan Julianës. Ajo erdhi gjysmë ore më vonë, me një tortë me çokoladë dhe pije freskuese. Bën një festë të vogël. Festuan. Trokitën gotat plastike. Qeshën derisa u dhe mbi barku. Dhe kur Anata dhe Juliana iku, Artani e shoqëroi deri te porta. Juliana, nuk di si të falënderoj. Më ndryshove jetën. Na ndryshove jetën. Ajo buzëqeshi në atë mënyrë të sinqertë që vetëm njerëzit e vërtet din të buzëqeshin. Edhe ti ma ndryshove mua, Artan. Më kujtove se ka njerëz të mirë. Se ja vlen të besosh. Dhe kjo nuk ka çmim. Ata qëndruan aty duke parë njëri tjetrin dhe diçka kaloi mes tyre. Diçka që asnjëri prej tyre nuk ishte gati ta emërtonte ende. Por ishte aty. Duke u rritur. Siç rriten të gjitha gjërat e mira. Ngadalë. Por me siguri. E hëna zbardhi me një qiell të pastër mbi Tiranë. Artani u zgjua herët, si gjithmonë, por këtë herë me një ndjenjë tjetër në gjoks. Nuk ishte vetëm shpresë. Ishte siguri. Siguri se kishte bërë zgjedhjet e duhura. Se gjërat e mira vërtet rriten. Se integriteti, edhe kur kushton shtrenjtë, gjithmonë ja vlen në fund. Ai u rregullua me kujdes. Pantallonat serioze që I kishte dhënë Juliana, këmisha e bardhë e hekurosur një natë më parë, këpucët e thjeshta por të pastra. Pa veten në pasqyrë dhe pa një burr ndryshe nga ai që ishte pushuar nga puna javë më parë. Pa një burr që ishte sprovuar dhe kishte mbetur I ndershëm. Një burr që kishte zgjedhur të bënte të drejtën edhe kur gjithçka komplotonte kundër tij. Dhe kjo vlente më shumë se çdo rrogë. Sofia u zgjua për t'u përshëndetur me të para se të dilte. Suksese ditën e parë, babi. Do të jesh punonjësi më I mirë që kam pasur ndonjëherë. Do të përpiqem, princesha ime. Do të bëj më të mirën. Gjithmonë. Rruga deri në Kamës zgjati 1 orë e gjysmë. 2 autobus, si më parë. Por këtë herë Artanit nuk I bëhej vonë. Përkundrazi. E shfrytëzoi atë kohë për të vëzhguar qytetin që zgjohej, njerëzit që vraponin për në punët e tyre, jetën që ndodhte rreth tij. Ishte kthyer. Ishte pjesë e kësaj sërish. Kishte një qëllim. Kishte një vend. Kishte një të ardhme. Dita e parë ishte intensive. Trajnim, prezantime, procedura, rregulla. Ai thiti gjithçka si një sfungjer.
Bëri pyetje, mbajti shënime, tregoi interes të vërtetë. Kolegët e rinj ishin mikpritës. Përgjegjësi ishte kërkues por i drejtë. Askush nuk e trajtoi si një pjesë të zëvendësueshme. Respektoi. Vlerësoi. Dhe kjo bënte gjithë ndryshimin. Kur u kthye në shtëpi atë natë, ishte i raskapitur por i lumtur. Sofia e priste me një vizatim të ri. Këtë herë tregonte 3 njerëz të kapur për dorë. Një fëmijë, një burr dhe një grua. Poshtë shkruaj, familja jon. Artani pa atë vizatim dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Sofia e kishte vizatuar Julianën si pjesë të familjes. Ai nuk e dinte nëse duhej të gëzoj apo të shqetësoj. Bia ime, Juliana është shoqja jon. Një shoqe shumë e veçantë. Por ajo ka jetën e saj. Nuk mund të presim që ajo të qëndrojë për gjithmonë. Sofia e pa me ata sy të mençur për moshën e saj. Babi, pse gjithmonë mendon se gjërat e mira ikin? Mami iku. Por Juliana nuk është mami. Ajo zgjedh të qëndrojë. Çdo ditë ajo zgjedh të kthehet. A nuk do të thotë kjo gjë? Artani mbeti pa përgjigje. Sepse Sofia kishte të drejtë. Juliana zgjidhte të kthehej. Çdo ditë. Edhe pasi kishte përmbushur misionin e saj për ta ndihmuar të gjente punë. Edhe pasi kishte shlyer çdo borxh moral që mendonte se kishte me të. Ajo vazhdonte të shfaqej. Vazhdonte të sillte buzëqeshje. Vazhdonte të ndërtonte me ta diçka që dukej gjithnjë e më reale. Ditët kalonin dhe dhjetori vraponte. Rrugët e Tiranës mbusheshin me dekorime krishtlindjesh. Pemë gjigante në sheshe, drita shumë ngjyrëshe në shtylla, vitrina që shkëlqenin me premtime lumturie. Artani mori rrogën e parë dhe ndjesia ishte e papërshkrueshme. Para të fituara me dinjitet. Me djersë të ndershme. Me punë të vlerësuar. Gjëja e parë që bëri ishte të paguante xhabenin. Çdo qindark të borxhit në dyqan. Plaku u prek. E dija që do të ngriheshe në këmbë, Artan. Gjithmonë e kam ditur. Pastaj bleu ushqim të vërtetë. Mbushi frigoriferin. Mbushi qilarin. Dhe kur Sofia hapi derën dhe pa gjithë atë bollëk, syt i shkëlqyen në një mënyrë që bëri që gjithçka të ia vlente. Jemi bërë të pasur, babi? Artani qeshi. Jo, bia ime. Por jemi mirë. Dhe të jesh mirë është shumë. Mungonin 3 ditë për Krishtlindje kur ndodhi diçka e papritur. Artani po kthehej nga puna kur pa lëvizje te dera e lokalit të vjetër të zonjës Meli. Kishte njerëz të mbledhur, biseda të zhurmshme. Ai u afrua kurioz. Xhabeni ishte aty dhe kur pa Artanin e thirri. Ja ku erdhi. Njeriu i ditës. Artani rudhi vetullat. Njeriu i ditës? Për çfarë po flisni? Nuk e di? E gjithë historia doli në shesh. Ajo policia që shpëtove, Juliana, shkoi në fabrikën tënde të vjetër. Dha dëshminë e saj. Vërtetoi se po thoje të vërtetën. Dhe më shumë, solli reportazhe, foto, dokumente. Ekspozoni padrejtësinë që të bën. Rasti po përhapet. Je bërë pothuajse i famshëm në lagje tani. Artani mbeti i trullosur. Juliana e kishte bërë këtë? Pa i treguar fare? Por pse? Sepse donte që të gjithë ta dinin të vërtetën. Që të gjithë të shihnin se je një njeri me karakter. Dhe funksionoi. Zonja Meli është e turpëruar. Ajo kishte përhapur fjalë se ishe dembel, se shpikje justifikime. Tani të gjithë e dinë se ajo gaboi. Se ty të bën pa drejtësi. Artani nuk dinte si të ndihej. Nuk donte të ishte i famshëm. Nuk donte vëmendje. Vetëm donte të jetonte në paqe me Sofin. Por e kuptoi se çfarë kishte bërë Juliana. I kishte rivendosur reputacionin. I kishte dhënë zë të vërtetës. Kishte treguar se të bësh të drejtën ja vlen edhe kur kushton shtrenjë. Atë natë, kur Juliana u shfaq për darkë, siç ishte bërë zakon, Artani e konfrontoi. Pse e bëre këtë? Pse e lëvize gjithë këtë histori? Juliana e pa në sy. Sepse ishte gjëja e duhur për t'u bërë. Sepse ti meriton që njerëzit të dinë se kush je në të vërtetë.
Dhe sepse u lodha duke parë njerëz të mirë të shkelen me këmbë ndërsa gënjeshtrat lulëzojnë. Je i zemëruar me mua? Artani pshërtiu. Jo. Nuk jam i zemëruar. Vetëm nuk di si të përballem me vëmendjen. Atëherë mos u përball. Lëre të kaloj. Për një javë të gjithë e harrojnë. Por të paktën tani, kur të shikojnë, do të shohin të vërtetën. Jo gënjeshtrat që u përpoqën të ndërtonin. Sofia, që po dëgjonte gjithçka nga dera e dhomës, hyri në sallon. Juliana, do t'i kalosh Krishtlindjet me ne? Juliana pa Artanin, duke i kërkuar leje në heshtje. Ai tundi kokën, duke ndjer diçka të ngrohej brenda gjoksit. Sigurisht që do t'i kaloj, Sofia. Nëse ju më doni, unë do të vi. Të duam, u përgjigj vajza me bindje. Të duam shumë. Të nesërmen, Artani doli për të bler gjërat e fundit për darkën e Krishtlindjeve. Nuk do të ishte asgjë luksoze. Por do të ishte e tyre. Oriz, patate fure, një pul e pjekur, sallatë ruse, një ëmbëlsirë e thjeshtë. Dhe do të bëhej me dashuri. Ndërsa ecte nëpër market, takoi zonjën Meli. Ajo e pa dhe shmangu shikimin, qartësisht e turpëruar. Artani mund të kishte kaluar drejt. Mund ta kishte injoruar. Por nuk ishte nga ata që mbante mëri. Ai u afrua. Zonja Meli. Ajo e pa, e habitur. Artan. Unë doja të kërkoja falje. Isha e pa drejt me ty, thash gjëra që nuk duhej. Përhapa gënjeshtra. Isha xheloze, e kupton? Xheloze që të shija të ndihmoheshe nga dikush tjetër. Sikur unë nuk isha e mjaftueshme. Por kjo nuk e justifikon atë që bëra. Artani qëndroi në heshtje për një moment. Pastaj i zgjati dorën. E pranoj faljen tuaj, zonja Meli. Të gjithë gabojnë. Të gjithë meritojnë një shans të dytë. Ajo ja shtrëngoi dorën me lot në sy. Ti je tepër i mirë për këtë botë, Artan. Tepër i mirë. Dhe ai kuptoi se e kishte dëgjuar këtë më parë. Nga Juliana. Dhe ndoshta ishte e vërtetë. Ndoshta ishte tepër i mirë. Por nuk e shite këtë si një defekt. E shite si forcën e tij më të madhe. Sepse në një botë që përpiqej t'i ashpërsonte njerëzit, që përpiqej t'i bënte të gjithë cinik dhe egoist, të vazhdoje të ishe i mirë ishte një akt rebelimi. Ishte një zgjedhje e ndërgjegjshme. Ishte mënyra e tij për të ndryshuar botën, një person në një kohë. Krishtlindjet erdhën një të premte me diell. Juliana u shfaq herët duke sjell dhurata të thjeshta por të zgjedhura me dashuri. Një lojë tavoline për Sofin. Një këmishë të re për Artanin. Dhe për veten, solli zemrën e hapur dhe gatishmërinë për të qenë pjesë e asaj familjeje të papritur por të vërtetë. Ata kaluan gjithë ditën bashkë. Përgatitën darkën duke qeshur, duke dëgjuar muzikë, duke treguar histori. Sofia i mësoi Julianës si të bënte zbukurime letre. Juliana i mësoi Sofis si të bënte gërsheta. Artani vëzhgonte gjithçka me një buzëqeshje të përhershme në fytyrë. Kjo ishte lumturi. E pastër dhe e thjeshtë. Nuk kishte nevojë për luks. Nuk kishte nevojë për shumë para. Kishte nevojë vetëm për dashuri. Për prani. Për zgjedhje. Natën, kur u ulën në tryez, Artani kërkoi të kapeshin për dorë. Dua të falenderoj. Të falenderoj për këtë vit. Për të gjitha vështirësitë që na bën më të fortë. Për të gjitha zgjedhjet që na sollën deri këtu. Dhe kryesisht dua të falenderoj për ju të dyja. Sofia, ti je drita ime. Forca ime. Arsyeja ime për të zgjuar çdo ditë dhe për të luftuar. Dhe Juliana, ti u shfaqe kur kisha më shumë nevojë. Më kujtove se bota ende ka njerëz të mirë. Se të bësh të drejtën ja vlen. Se gjërat e mira vërtet rriten. Sofia shtrëngoi dorën e të atit. Gjërat e mira rriten. Gjithmonë rriten. Juliana kishte lot në sy. Ju më dhatë një familje. Kam kaluar gjithë jetën duke ndërtuar karrierë, duke ngritur mure, duke mbrojtur veten. Dhe pastaj u shfaqet ju dhe më treguat se nuk kisha nevojë të isha vetëm. Se familja nuk është vetëm gjak. Është zgjedhje. Është dashuri. Është prani. Artani e pa dhe në atë moment e kuptoi.
Kuptoi se ajo që ndjente nuk ishte mirënjohje. Ishte dashuri. Një dashuri që ishte rritur ngadalë, e ushqyer nga gjeste të vogla, nga prani të vazhdueshme, nga zgjedhje të përditshme. Dhe pa në sytë e Julianës se ajo ndjente të njëjtën gjë. Ata hëngrën, qeshën, luajtën. Sofia hapi dhuratat e saj me gëzim të vërtetë. Nuk ishin shumë. Nuk ishin të shtrenjta. Por ishin dhënë me dashuri. Dhe dashuria ishte gjithçka që ajo kishte pasur nevojë gjithmonë. Kur vajza më në fund ra në gjumë në divan, e raskapitur nga lumturia, Artani dhe Juliana qëndruan aty duke e parë. Ajo të do, e di këtë? Tha Artani me zë të ulët. Edhe unë e dua atë. Dhe të dua ty të dyve. Këtë familje që kemi ndërtuar. Artani u kthye nga Juliana. Je e sigurt? Unë vi me shumë bagazh. Me vështirësi. Me përgjegjësi. Të gjithë vim me bagazh, Artan. E rëndësishme është të zgjedhim ta mbajmë bashkë. Dhe unë ju zgjedh juve. Çdo ditë ju zgjedh juve. Ata u puthën. Një puthje e butë, e ngarkuar me premtime dhe të ardhme të mundshme. Një puthje që vuloste jo vetëm një romancë, por një partneritet. Një familje. Një fillim të ri. Jashtë, lagja ishte e ndriçuar me dekorimet e Krishtlindjeve. Muzika dëgjohej në shtëpitë fqinje. Familjet mblidheshin. Dhe në atë shtëpi të vogël me 2 dhoma në kombinat, 3 njerëz që kishin qenë të vetmuar gjetën njëri tjetrin. Një baba që kur nuk hoqi dorë së bëri të drejtën. Një fëmijë që kur nuk ndaloi së besuari. Një grua që mësoi të rrëzonte muret. Dhe aty, në ato Krishtlindje të thjeshta por plot kuptim, ata kuptuan të vërtetën më të lashtë të botës. Se gjërat më të mira në jetë nuk mund të blihen. Nuk mund të planifikohen. Nuk mund të detyrohen. Ato rriten. Ngadalë. Natyrshëm. Kur bëjmë mirë. Kur zgjedhim dashurinë. Kur besojmë, edhe kur gjithçka duket e humbur. Sepse në fund gjërat e mira gjithmonë rriten. Gjithmonë rriten. Edhe kur gjithçka duket e pamundur. Edhe kur bota përpiqet të na bëjë të heqim dorë. Edhe kur rruga është e vështirë dhe çmimi është i lartë. Gjërat e mira rriten. Dhe kur rriten, transformojnë gjithçka përreth. Krijojnë shpresë aty ku kishte dëshpërim. Krijojnë familje aty ku kishte vetmi. Krijojnë dashuri aty ku kishte plagë. Artani pa Sofin që flinte, Julianën pranë tij, shtëpinë e thjeshtë por plot jetë, dhe e kuptoi se kishte gjetur vendin e tij në botë. Nuk ishte një vend luksi. Nuk ishte një vend lehtësish. Por ishte një vend i së vërtetës. I integritetit. I dashurisë. Dhe kjo ishte gjithçka. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Sofis dhe Julianës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të kalimi, dashurie dhe integriteti, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Ishte kur Artani zgjodhi të ndihmonte edhe pse e dinte se do të humbiste punën? Ishte mençuria e pastër e Sofis që besonte se gjërat e mira rriten? Apo ishte transformimi i Julianës kur gjeti një familje? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se edhe në situatat më të vështira, mirësia dhe dashuria gjithmonë gjejnë një rrugë. Ju presim në episodin tjetër, me një tjetër histori që do t'ju prek shpirtin dhe do të riafirmoj besimin tuaj te njerëzimi.